pas deklaratave të ashpra nga babai i Selim Bollatit, i cili e ka quajtur Mirin pervers dhe gigolo për mënyrën si po sillet me vajzën e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP 5, ka ardhur edhe reagimi i fortë i Landit, miku i ngushtë dhe antar i SC The Family. Në një lidhje live për Shqipëria Live, Jeton Bollati u shpreh se marrëdhënia mes Selin dhe Mirit është e papranueshme dhe i bëri akuza të rënda për këtë të fundit, duke sugjeruar madje nevojën për psikolog për të analizuar sjelljen e tij dhe komentuar se për lek ai është i gatshëm të bëjë çdo gjë. Në kulmin e polemikës dhe kritikave në rrjetet sociale ndaj Mirit, Landi ka zgjedhur të reagojë pa përmendur emra direkt, por me një mesazh shumë simbolik që po trazoje fansat: kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari gurin e saj. Ky citim biblik është interpretuar si një thirrje kundër gjykimeve të nxituara dhe sulmeve publike, duke nënvizuar nevojën për maturim dhe mirëkuptim, edhe pse situata brenda shtëpisë po ndes debatin në maksimum. Disa e mbështetën Landin për qëndrimin e tij reflektues, ndërsa të tjerë mendojnë se ai duhej të fliste më qartë për Mirin. Debati mes fansave, familjeve dhe banorëve të Big Brother VIP vetëm sapo nxehet. Mund të shohim sulme të reja, mbrojtje të fuqishme nga të dy palët dhe shumë momente emocionuese në episodet e ardhshme. Abonehu tani për reagime ekskluzive, komente live dhe detaje të pakontestuara nga brenda shtëpisë së VIP.